Të nderuar deputet, media, kod diplomatik, dashur qytetar, bashkombas shqiptar, kudo që ndodheni, jo për shkak të formës, po për shkak të respektit të peshës së proceseve. Kritikën e parë për mandatarin e sotëm e kam që nuk na dha një listë me emrat e kabinetit qeveritar. Pra jo vetëm për shkak të formës, po jemi Parlamenti i Kosovës, po propozohet qoftë dhe si formë një qeveri, ka qenë e huës me e dhonë të emra. Pa nuk është dëmtohet ose në një sekret deri në votim, pra do të ishte respekt. Po ashtu, në këtë kritik, duhet me bashku, po jo vetëm për shkak të formës, mungesën e një programi qeverisës. Kandidati i sotëm, mandatari i ri në këtë rast zoti Konjufça, foli për disa qëllime, përmendi vitin 2026, nuk dëgjum vite tjera. Çka është 2027, 2028, 2029, thu se po aplikon për një qeveri një vjeçare. Jo vetëm për shkak të formës, është e logjikshme me dhënë një vizion, qoftë edhe nëse dështon nuk i merr votat, po një vizion çka shënon me mri. Nderuar deputet, pra sot u sqarua edhe situata e rëndë me buxhetin. Edhe na u thashë dikur e keni votu buxhetin e një qeverie. Tani pyetja është për gjithë ne, a kemi na qeveri që t'ja votojmë dikuj buxhetin? Pra mos e harroni, që kur ta kishim një qeveri, se ka raste në këtë parlament, krejt opozita e sotme, i ka votue marrëveshjen ndërkombëtare me 2/3 dhe ka votue edhe ligje, disa herë, jo vetëm një herë, jo vetëm një rast, që VV ka bo këtë, po unë e di personalisht që e kam ngritur dorën disa herë gjatë këtij mandati në interes qytetarëve të Kosovës. Tani s'kem qeveri. Si kemi mujt ne me evitu domin që i shkaktohet qytetarëve të vendit, të gjithëve, dhe procesën e këtij vendi, besoni duke fituar në kohë. Një kritik për mandatarin e sotëm është, po ashtu, nuk po flas për gjithë. I nderuar mandatar, kur e keni marrë mandatin, a e keni shërtuar, a i keni 61 në nënshkrime, 61 deputet, dhe kur e keni ditë që si keni, ndoshta që dini asot dhe e provonin në vot, por besoni çdo ditë e fituar për Kosovën, do të ishte një reflektim, një përgjegjësi. Ne unë duhet me ju tregue, jo veç me ballafaqu mandatarin e sotëm, edhe ata kolegë që u kandiduan për qeveri, po më duhet me ju drejtu me disa situata, me ju shpjegu disa situata. Po ju personalisht, mandatar, a ka ndryshim në investimet e mëdha kapitale? Për shembull, nëse do të më shkruan Gjilan, a ka autorrrugë ndërtuar që 5 vjet? Ka qenë paguar me gjysmë e kësaj autorrrugë, ka qenë kontraktuar, ka qenë projekt. Mos harroni një gjë, çka është kjo autorrrugë? Nuk është vetëm për Gjilanin. Kjo autorrrugë është me bashkue Luginën, me shkute edhe Vebar një ditë. Prej aty na me vazhdu në fuqinë tonë. Nuk është pak kjo pyetje e emja, po njëjta situatë për fat keq vjen edhe për Mitrovic. Që sa vjet është në projekt u kry autorrruga deri në Mitrovic. Besoni, nëse je përgute me shku në Mitrovic, kime pas problem. Ose nëse është një lehon, që du të marrë pja tje këtu, ose nëse është një urgjensë në veri. Pra, aqë sa në konë interesant urat, e që jenë të mira, që që ka ura, mos u ura u ofshin, e njëjta strategjia do është me vlejt më kry me shpejtësi autostrada deri në Mitrovic, e ndoshta dhe ma thellë. Së është depërtim i fuqisë tonë. Mos flasim për autostradën për pej, ose autorrugën. Ju kuptojmë keni pas dyshimet e juja se ka keq përdorime. Se ato huat që i kemi marrë në BE, mos me shti buxhetin tonë me njëherë me mbajt peng. Se po do dikush me i keq përdorë për ara, në rregull, më falë qila dinamika, a dini që s'keni mri ende dhe në dolcë. A dini që me këtë shpejtësi 5 vjet në mri dhe në dolcë, edhe nuk kemi mri dhe në dolcë. Problem për besh. Beshani me konë qytetari i Kosovës, bolë zërë kom, qyshme e sharu këtë punë.
E kemi pas të kontraktume, të projektume, çdo gjë në rregull me lidhë Gjakovën në autorrugë. Dikush mund të më thonë pse Gjakovën. Nëse për kujt tjetër, kolegë, është një aeroport aty. Aeroport është edhe ushtarak, edhe civil. Ajo rrugë nuk ka bo pa hiri, pra trajektoria me shku, se kur mrin kodët Beqit, e lidhë në aeroport. Në anën tjetër të kësaj autorrugë kemi lënë një zonë biznesore, zonë industriale për investimet amerikane. Një hub që kish pas me thonë ky ekonomis, edhe një ofertë për ta. E kemi ditë që vjen hekurudha, po ashtu në për Gjakovë, dhe kësisoj ne kemi para po. Një lloj, po e quaj ashtu zonet siguret për ne, ka një poligon ushtarak më mrapa atje, ka qenë një zonë më rëndësi. Pse ju lutna 5 vjet është gjendja ashtu si është? Tash, nëse dani muj me vazhdu, nuk po hyjmë më thellë. Ju na tregut ne që keni mri me shpërnda buxhetin drejt. Diqoni, është mirë me jep studentëve 100 euro. Besoni, është mirë. Kur unë gëzona kur e merë studentin 100 euro. Por mos është më mirë me abona i bursë të përhershme. Kur no? Edhe ato, e atë këto i 100 që ta janë bursë në stes. Mirë shumë. I lutëm, ka plot student Kosovë që s'kanë bursa, që që dini. Edhe unë i falenderoj edhe komunat që japin bursa, edhe individ, edhe sektorin privat, kushtu që jep bursa, po do t'ishte mirë me avon një bursë përhershme të rive tonë që në duke na paku. Se ku jep vesh një herë në vit, nuk është që ati zhjithë problemet, është e mirë. Kem kërku pagën minimale, më rritë ma herët, kem kërku më rritë pensionet, si ka mundësi që me rritë këto pensione, vesh tash kush për i merë një votat me bo qeveri. Pra mërë me mende, keni rritë pensionet pas dështimit të mandatarit parë dhe mandatarit e dytë. Tash kjo, nëse dikush më mëhon edhe kjo është e moralshme, në rregull, vetëm sëpër që keni bo fak ma herët, ja të tremujmë, që ta mund na me ditë që diçka në rregull në këtë vend, po e gjatë kohën, kur njoni dështon më votu, tjetëri së votu, edhe votoni këto. Besoni, e kësha kalkulu këto. Po, kryeministër i arshëm, kandidat mandatar, zoti Konjufqa, të mungoj një fjalë të pakten për luftimin e korrupsionit. Nuk e pa të fare në fjallor, nështë nuk ka nevoj mos o luftu këtë korrupsionin, ose nuk ka nevoj me luftu se tash në pushtetin e ju, apo nuk e di, po një fjallë nuk e pate. Ashtë një, besot të anë dhe nuk në kja fjallimin se e kësha analizu ma shumë, po të anë dhe nuk e përmene njëherë fjallën korrupcion, lufta kundër korrupcionit. Ata ka ndalu në i kush, a vetë e ke harru, nështë e ke harru. Kolegë, po du me u këthyte ajo që është më rëndësi. Unë e di se ka një marrëveshje, një komplot, një situatë që duhet me shku me datë 28 dhjetor me votu, e do të rritemi. Se 28 në vjen diaspora, e ne u kalzojmë vendin kësaj opozitës, e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo logjik o shumë reale. Unë mendoj që është më mirë me i kalkulu këto zhvillime, për shembull. Unë besoni isha një mirë, me më thënë, kryetari vetë vendosjes në këtë parlament, o hupë shumë kohë ju kërkoj falje. Për një pjesë më bojnë përgjësin, për një pjesë jo. Kësha një shumë mirë me hujë kërkojnë falje që se kemë bo të rrugë. Ju kërkojnë falje që se kemë bo këta. Në gjohë që se keni bo. Ideja që me folë vetëm për suksese, e për të rritura, e ta shkurvjena i gurbeqari, kër e paguna i fakturën në energjisë. Mos harani ata në përëndimi mësu me në gjehë me qenë. Ju siguraj, aj si ta gjohën, 20 euro më shtrejt, kom i lujt menja, nuk është këtë që shkujtojmë na. Tjetra, e di se karta kryesore ka qenë veri, u bu një betej për komunën e Mitrovicës, kryetari komunës, kush të qofë Mitrovicë, është i sfidum, është një komunë me shumë probleme, komuna Mitrovicës ka nevoj për shumë investime, besoni shumë investime, duhet me investu në komunë Mitrovicës, e në ato zona, një po du me ju siguru dhe një gjabë. Ideja se sirimi i veriut ka ndohë me ju lusë shqytone pak.
Regjia ja shtoni fjalën, ju lutem. Era po që po të më kryetar. Ju lutem verevështë jo brend, po çështja jona. Ju i dini qëndrimet e mia lidhur me tërësinë territoriale të Kosovës, edhe me integrimin e sundimin e dhe ligjit në atë zonë. Nuk ka ndryshuar asnjëherë, nuk ndryshojnë psheni unë pushtet, nuk mërzit në apë suksesit të Kosovës në veri, ajo që më ka shqetësu çdo herë, po ja bëni llogaridhoni, se tash po shkoni në opozit, qeveria e re po vjen, ju siguroj që kemi me forcu rendin dhe ligjin veri edhe më shumë. Faleminderit.